do të dimë dhe ta dallojmë sepse po du të bëjmë dallimi se në treg mund të ketë edhe falsifikimet. Mund të marrin musaqet e misrit, t'i ngjyrosin me të kuqe dhe tregtojnë si shafran. Mund të marrin ato. Si e dallon konsumatori pastaj në shije, në aromë? Nëse ato stigmat janë si cilindra të vegjël, atëherë kuptohet që kjo nuk është fije shafrani. Nëse vjen e ngushtë dhe e gjerë në pjesën e sipërme të majës dhe me një pak si degëzim, atëherë kjo është shafran. Hetojmë nëse është shafran apo jo, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim një gotë me ujë të ngrohtë për shembull, hedhim afërsisht 10-15 fije shafrani. Ja po e provojmë ndërkohë. Dhe do të vëmë re që pak e nga pak shafrani do ta ngjyrosi ujin dhe do t'i japi atij një ngjyrë ari në floriri. Dhe përsëri ato fijet, ato stigmat do të na mbeten të kuqe. Në një shafran në një shafran të ngjyrosur, do të na ndodhi e kundërta. Ajo bëhet çaj, do të bëhet i kuq flak, edhe ato stigma do të bëhen të bardha. E lëshon atë ngjyrën pak e nga pak, shumë ngadalë. E rëndësishme është ai çaj të mos na bëhet i kuq dhe stigmat mos të bëhen të bardha.